Një shtetas 43 vjeçar është larguar nga banesa e tij, ka qenë motra e tij 40 vjeçare e cila ka denoncuar në policinë e Shkodrës largimin nga banesa, ndërkohë uniformat blu bëjnë me dije se po punohet për gjetjen e tij, ndërsa njoftohet se është proceduar penalisht një 17 vjeçar që u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. E njëjta procedurë është kryer edhe për një 46 vjeçare nga Ishull Shëngjini në aksin rrugor Shkodër-Lezhë. Automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues një shtetas 71 vjeçar. Si pasojë janë dëmtuar lehtë shtetasi i moshuar dhe pasagerja në automjetin e tij. Ndërkohë, në vijim të informacionit paraprak të dhëndje për aksidentin në fshatin Moriçan, bëhet me dije se specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprat penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor për një 17 vjeçar që drejtonte motomjetin elektrik dhe u përplas me biçikletën me të cilën lëvizte një tjetër shtetas. Po ashtu referuan materialet në prokurori nga policia Vaudesit, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një shtetas 54 vjeçar, banues në fshatin Mjed, pasi është konstatuar duke shfrytzuar zallën e lumit drin.